Katër ditë më parë, kryeministri në detyrë i Kosovës, njëherë është lider i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, e ngriti lart figurën e Ramush Haradinajt, teksa përkujtonte 27 vjetorin e epopesë së Dukagjinit. Si sot më 24 mars 1998, njësitë policore serbe janë mësyn fshatit Glogjan të Deçanit, duke sulmuar qendrën e një prej grupeve të armatosura më aktive të UÇK-s, që nga paraditja deri në mbrëmje ata u përballën me një rezistencë të armatosur të qendërzuar rreth familjes së Hilmi Haradinajt dhe bijve të tij, shkroi Kurti në Facebook. Ai vlerësoi më tej rolin e Ramush Haradinajt në UÇK dhe betejën në fjalë, duke shtuar se kreu aktual i AK-s u plagos 2 herë atë ditë gjatë luftimeve, bashkë me vëllezërit e tij Shkëlzenin, Dautin, Frashërin dhe Enverin, me motrën e tyre Mema, me kushërinjt Rasimin e Bujarin, me nipin Kujtim Zeneli dhe me bashkëluftëtarë të tjerë, i zmbrapsën policinë serbe duke u shkaktuar dëme të vrarë, ka shkruar më tutje Kurti. Kulla qendrese i quajti kryeministri kullat e Glogjanit gjatë asaj dite. Më 24 mars të vitit 1998 kanë rënë dëshmor Gazmend Mehmetaj, Agron Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Rezistenca në Glogjan tregoi qëndrueshmërinë e popullit të Kosovës për ta vazhduar luftën për liri deri në çlirimin e Kosovës nga Serbia pushtuese dhe armike, përfundoi kryeministri. Kurti ka shprehur mirënjohje dhe nderime për ata të cilët luftuan e u angazhuan për çlirimin e Kosovës, por ky postim, ku foli me superlativa për Ramush Haradinajn, është parë edhe si një lëvizje për të shkrirë akujt që u vendosën mes tyre gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e nënshkurtit, e që bën AK-n të vendoste vija të kuqe, duke përjashtuar një koalicion qeverisës me vetëvendosjen. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i ka komentuar mbrëmjen e djeshme veprimet e kryeministrit Albin Kurti, duke thënë se çdo lëvizje politike e ka një arsye dhe se Kurti me siguri i kalkulon mirë hapat e tij, aq më tepër kur ai ka dalë fitues nga zgjedhjet e nënshkurtit dhe do të ketë drejtën të formojë i pari qeverinë e re të Kosovës. Kur je në opozit, ke nevojë për mirë kuptimin e të tjerëve. Pozita dhe opozita kanë bashkëpunim, nuk do të thotë që ne duhet me u pre. Për shembull, nëse e bëjmë në qeverinë e vetëvendosja mbetet në opozit, nesër edhe ata do të kenë nevojë për bashkëpunim kur bëhet fjalë për marrëveshje ndërkombëtare, për antarësimin në NATO dhe shumë procese të tjera, ka thënë Haradinaj. Ai ka kujtuar madje edhe një moment nga e kaluara kur e kishte vizituar Albin Kurtin, kur ky i fundit ndodhej i shtruar në spital. Kur kam qenë kryeministër, kam pasur komunikim me opozitën. E kam vizituar Kurtin edhe në spital kur ishte i sëmur në mesnatë, ka deklaruar Haradinaj. Shpresoj që ai e bën këtë edhe si përgatitje për të dalë në opozit, ka deklaruar ai më pas, teksa ka komentuar lëvizjet e fundit të Kurtit, i cili ka refuzuar të jap dorëheqjen si kryeministër dhe deklaroi pas ditën e djeshme se do të jetë në krye të qeverisë kujdestare deri në formimin e një qeverie të re, pavarësisht se kushtetuta përcakton dorëheqjen e tij dhe marrjen e drejtimit të qeverisë nga zëvendës kryeministri i parë, që në këtë rast është Besnik Bislimi.